Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoreja e njohur e serialeve turke person aksidentin fatal shtrohet me urgjencë në spital. Një lajm i trisht na vjen nga mediat e huaja, veçanërisht asaj turkes, duke qenë se Demet Özdemir është një ndar aktoret më të njohura turke, jo vetëm në Turqi, po anë mban botës ku shfaqen filmat e saj. Në Shqipëri është një ndër aktoret më të dashura për publikun shqiptar, e cila ka luajtur një sër serialesh. Lajmi i fundit është mjaft i trisht, duke qenë se mediat turke shprehen për një ngjarje tronditse në jetën e aktores Demet Özdemir. Ajo ka qenë me partnerin e saj duke udhëtuar natën vonë për nga Stambolli në Ankara dhe në autostradë është përplasur makina në mënyrë fatale, ajsa ajo ka shkuar me urgjencë në spital ku dhe ndodhet në gjendje kome. Lajmet më të fundit akoma nuk bëhen me dije për nga gjendja aktuale e saj, por shpresojmë që të rikuperohet edhe të kthehet përsëri në jetë.